Çfarë gëzon greku, serbi, italiani, turku për që është shqiptare në kuzhinë? Është i vështirë në vendet që janë afër që të ndash se kush është e njëri dhe e tjetri. Është i vështirë që të kapësh origjinën, sepse duke shkuar origjina del jashtë. Për shembull, origjina e domates është në Amerikë. E erdhi por u bë identitare në Itali. E para një salsa spanjolle në Spanjë, sepse në Spanjë erdhi fillimisht, aty u njoh, aty u krijua në suka, pastaj erdhi në Itali dhe mori atë. Por kjo është mënyra se si populli e përvetëson, e bën të vetën, se si jep atë shihen maksimale që është kurba e maksimumit vet, dhe si me atë identifikohet. Të gjitha llojet e brumrave, edhe në llojin e pastave, se pastat kjo, që themi ne spaghetti, spangosh, janë dokumenta që në 1050 nga këta arabët që bënin kështu. E thanin, e dehidratonin dhe pastaj fusin ujë bën. Një lloj si pluri qumshi, një lloj si këto. Ka qenë shumë e nevojshme atëherë që të bëj konservimi. Çfarë do të thonë konservimi? Të përdorur një produkt jashtë sezonit. Po. Mënyra e më e mirë e konservimit është dehidratimi. Pastaj është me krip, pastaj është me sheqer, pastaj është me alkool, pastaj është me gjitha llojet të mënyrë tjetër. Normal që shumë nga vlerat, nga vitaminat humbasin, por në një periudhë që nuk ekzistonte frigoriferi, ju nuk mund ta mendoni do se çfarë ndodhi kur nuk kishte frigorifer. Revolucioni industrial i ktheu komplet